Debati për pagat në sistemin e drejtësisë është rikthyer sërish në vëmendje pasi kryeministri Edi Rama reagoi publikisht ndaj kërkesës së dy shoqatave të gjyqtarëve për rritje të konsiderueshme të pagave. Kreu i qeverisë i cilësoi këto iniciativa si të tepruara dhe jashtë çdo logjike institucionale. Dhe çfarë kërkojnë konkretisht gjykatësit është faktikisht rreth 1800 euro rritje, jo pagë, rritje për gjyqtarin e shkallës parë, rreth 2000 euro rritje për gjyqtarin e apelit dhe rreth 3000 euro rritje për gjykatësit e SPAK-ut plus BKH-ja, SPAK-u etj. E duhet të në faktu që SPAK-u nuk i është bashkuar kësaj iniciative absurde dhe kjo i bën respekt natyrisht. Këtu jemi. Do me thënë jemi në një situatë kur gjykatësit duhen të imponohen mbi parlamentin, mbi qeverinë, mbi dy pushtetet tjera dhe duhen të marrin rroga sipas mendimit të tyre. Kryeministri argumentoi se një veprim i tillë krijon precedent të rrezikshëm, pasi sipas tij gjyqtarët po përpiqen të imponohen mbi pushtetet e tjera duke vendosur vetë për pagat e tyre. Rama i konsideron të pabazë argumentin e paraqitur në gjykatën kushtetuese dhe shprehu pritshmërinë që kjo gjykatë mos miratoj kërkesën. Unë shpresoj shumë që gjykata kushtetuese mos t'i lër këtë njollë të madhe turp i Shqipërisë dhe mos na detyroj të kërkojmë ilaçe të tjera. Këto kisha unë për sot, edhe kush është interesuar le të marrë atë regjistrimin asaj seance dhe të shohë se çfarë bëhet dhe do kuptoj shumë mirë se sa absurde është e gjithë kjo histori. Me gjykatësit që duan t'i rrisin vetes pagat. Vet Zot, vet Shkop. Rama shtoi se aktualisht gjyqtarët në Shqipëri paguajnë më shumë se homologët e tyre në disa vende të rajonit. E vërteta është që në Shqipëri pagat e gjykatëve sot siç janë një sekond. Pagat e gjykatëve sot siç janë të njëjta me pagat e gjykatëve në Greqi, në një vend të Bashkimit Evropian. Dhe ndërkohë janë dy fish më të larta sot siç janë sesa pagat e gjykatëve në Maqedoni dhe në Malin e Zi. Çështja pritet të shqyrtohet nga gjykata kushtetuese, vendimi së cilës do të përcaktojë nëse kërkesa për rritjen e pagave do të marrë apo jo dritën jeshile.